Grupi, jo më që bëhet, si jeni, si u kam? Jeni gati për ca komente? Nikën, Ardasara, ku është Ardasara? Monika. A më grupi? Dasara, Meridiani, Monika. A më ku jeni? Sambrita. A më ti? Sambrita në Itali, po jam. Tani jam. Ajde, shushush na erdhe. Ke marrë veç bëhet e, apo hiç? Drino, ke hymë adresën e Vernozit, Drino. Ke nga tru adresën. Gjili. Ke nga tru adresën e Lilit, vlaj. Banori i ri fringë sonte prap Po, tjetër? pra, Arjan Çani. Po sigur nuk pritej, domethënë, Pritej, po të kesh pas statusit e mia, pritej. Po kështu është mo nuk të çe statusin. ti bën xhiro ande nga topi, ha? Po ku bën gjë? Ore, është i fort, është personazh i fort apo si është? Po tash për të fort i fusim ose për të buti kemi aty bre. Ja, kam fjalën që ça dihet, ça flitet. Po ças flitet o Monika Luboja thën kthehet prap. Ishte ke grimin që pari. Po pra, dhe më kështu thonë se ishte bësh shumë e mirë sot. Dasara më duket sikur është ke topi, hapi që Dasara ku je ty? Jo, nuk e hap më shumë. Ka kalu Adriatikun. Unë jam jashtë tani, doni ta hap më shumë. Pa i Stiliano, si u dukej? Ronaldo. Stenaldo. E kjo Monika pse s'na futet kjo? Është në ditëlindje. Ka shumë ditëlindje. Me atë Stenaldon, tregoni pa. Dëgjoj tani, Stenaldo shpërtheu, bëri shpërtheu, madje ju kthyve Ledionit, ju i hyjnë nervat Ledionit në moment, domethënë se filloi bënte këto situata, se un kam hyrë këtu tha për të mos qarë, por vetëm për të treguar vlerat e mia. Tha Ledioni, tha, ke hyrë aty si gjithë konkurrentët e tjerë. Domethënë patën një kështu si përplasje me njëri tjetrin. Ashtu, E patën një ngritse, po e patën një ngritse, e patën. Po ndodhi ajo që pritesha pra që domethënë banorët kanë filluar që të replikojnë me Stenaldon. Kristi replikoi, Brikena kanë pas përplasje kështu që. Kristi nërsa Brikena prap jo aty ku duhet. Normalisht Brikena që u kthy me arrogancë. Dhe Brikena si takonte që ti fliste normal, po nuk e di pse nërsa Kristi nuk ja kurse u fare. Se delikat është puna. Delikat, ky një verbër tani në atë shtëpi, nuk e di si do shkoj kjo punë, po ka diçka që s'shkon, nuk e di domethënë, është problem. Ja, po ti gjithë si puna Kristit, drinë që ta shohin në sy tjetër, vallai është gjë e mirë. Kristi u përplas, ja ktheu fjalët që ishte për t'i thënë, nuk i la as pikë as presje. Dhe mu më pëlqeu. Do bëj një search tek Grande Fratello Italia se ka pasur një verbër brenda, edhe në për historitë e Big Brotherve në për botë ka pasur. Edhe të shikojnë që janë vërtet kurioze si ka qenë rrugtimi për shembull, ose kush kanë qenë debatet, diskutimet etj. Nëse është edhe mentalitet, po ideja është që ai përpiqet që të bëri veton përmes të situatave që nuk ka pse i faktorizon kaq shumë domethënë, kështu që megjithatë shohim se do shkojë kjo puna e Stenaldos. Po pati një përplasje në fillim mirë Istine Dasara, meqense ti ishe në avion. Sa ato i kanë fiksim të dy unë, edhe njërin dhe tjetrin. Nuk e di sa keni folur për këtë, por jo, se prekëm shumë. Stine duke ecur me hapa shumë të ngadalt, po fiton terren për mendimin tim. Edhe unë e thash që javën që në prajmin e kaluar, që ai bën përshtypje se si aprishi lojën me një tek fjali mirit. Edhe sot me dinamikat që kam parë në përgjithësi, me mënyrën se si, me shumë qetësi, me butësi, ndërpreu bisedën dhe ja la debatin në kuadër të lojës që bëhet gjithmonë në Big Brother në mesat e Kristit. Po e di çfarë më pëlqen mua Kristina? Që është i vetmi tek i cili ne po shikojmë një personazh ndryshe. Nëse të gjithë kanë atë iden, loja, strategjia, edhe tani kanë filluar që javën e parë dhe dytën flasin. Se me knoqi komo. Amon qa pe ndryshe ti Amon, qafshmu, qa ke pa ndryshe? Përveç se ishe në avion. Ti e pe, ose ma nuk ka lidhje me avion. Ja, nuk ka lidhje me ato. Jo, është përpara avionit, është para dite.
në përgjithësi, Stine hyn dhe del në situata në mënyrë në një mënyrë që asnjë Të pazhurmshme thotë Dasara. Kupton, domethënë, Dasara. Indikator sepse është origjinal kjo ajo gjëja vetë që po bën. Dakor, jam dakord, po diçka. Nuk ka dalë vetja, Stine ka qenë fillim unë, po hyn se s'di çfarë bëj për jashtë, domethënë, nëse njëtën të kesh kësi, po vazhdon edhe aty brenda. Po mi fitoje ti, thot Mirit, me që ke qef ta fitosh. Domethënë, po më se dhe Miri aty ata bëjnë pyetje të tilla. Aty vetëm një gjë. Aty nuk zhvillohet argumenti, më ndalojnë me batuta. Bravo, Odrino. Ai thot ti. Odrin, ky produksioni po Odrino kopjo mu, po vëlla nuk po gjeni mendim nga fillimi deri në fund. Odrin, mendon Miri? Ky produksioni Stenaldo sot. Do të thonë njeriu që ka fol më gjatë sot ka qenë Stenaldo, dakor, sepse është artikuluar shumë. Ky produksioni të dha 53 minuta kohë televizive që të flasësh. Dhe ti pret ndihmë nga Monika, pret ndihmë nga Arbri dhe pret ndihmë nga Banor, sepse ti ishe domethënë sa herë që donte të fliste Stine. Mirë, po bëjmë është që kjo është ndryshe. Ka qenë fillim, që primin e parë që do fiki dritat. Edhe pastaj kur vjen puna në prime s'ka asnjë. Jo, Miri ka që primin e parë. Jam dakord me ty, po Miri ka që primin e parë që me kërvatin prapë kapi sot primin. Domthonë, të kapësh primin duke shi qumësh, unë nuk e di. Po tani që Miri Stine do jenë në prime, morë vesh tani se. Odrino ai po bëhet lider me pahir. Po ndërtohet gjithë pjesa e parë, ka 3 prime që ndërtohet me Mirin. Kryefjala është Miri. Duam apo s'duam ne, na pëlqen apo s'na pëlqen neve. Po mirë, kjo është e sigurt, po puna është për çaje kryefjalë, pra dakord. Po nuk ka, atë të diskutojmë pastaj për çaje kryefjalë. Por ai po bëhet, ndërkohë që Stine që më thot Dasara ka si diçka ndryshe, unë nuk pash asnjë gjë. Edhe gjatë ditëve. Mos thuaj tani se nuk është asnjë gjë ajo që bëri dhe primin e kaluar. Nuk është asnjë gjë që ta filloi lojtaris, aman mos e kemi pa, është një model që keni pa para ca vitesh, që do fiki dritat, edhe vjen ky thot ditën e parë që ka hyrë brenda do fiki dritat. Ne po flasim për një njerëz që unë e du fort, e kupton, por tash në kuadër të lojës do themi atë që mendojmë se s'mbrojmë dot me zore. Po jo më normal. Këtu jemi për të mendimin që kemi në gjithsesi dhe s'ka lidhje. Përveç asaj dinamikës së krevatit. Ore, unë jam në një fazë gjë. Ajo që mua ke Miri është që gjatë primeve nuk ka dinamik. I bën kështu, domethënë krevati, kjo ajo, po këtë shko atë. Unë po kam problem, shiko, unë po kam problem që të afilohem me një personazh. Nuk po gjej dot akoma një personazh që të them ky apo kjo më pëlqen. Dhe aty ka kaq shumë, dhe abitem si nuk e gjej, domethënë pse është kaq e vështirë që të gjej. Ja ku ke se po thot njoni. Po thot njoni, Xumi dhe Juldeda kur shartohen Delmiri thot. Nice. Unë mendoj këtë, domethënë që përveç kësaj që thot Drini, që ka shumë të drejtë, që nuk ka asnjë të spikator aty, është edhe fakti që këtë vit i shoh tmerrsisht të friksuar. Çfarë do mendoj publiku? Po ti ke hyrë